Moti i keq prej së martës ka shkaktuar problematika të shumta në vendin tonë. Në fshatin Vajzë të Bashkisë së Selenicës, për shkak të rreshjeve të fundit të shiut, rruga Kot Sevaster ka pësuar shkarje dhe ka qenë e bllokuar. Autoritetet u kanë bërë thirrje banorëve të shmangin lëvizjet në këtë segment dhe të përdorin rruga alternative. I kontaktuar nga televizioni 6+1 Vlora, kryetari i Bashkisë Selenicës Nertil Bellaj tha se 2 banesa rrezikojnë të shemben totalisht në Vajzë si pasojë e shkarjes së dherave. Bellaj shtoi se rruga ka pësuar shkarje në 15 vende dhe për këtë ka ndikuar edhe erozioni. Sipas Bellajt, shkarja vjen si pasojë e një erozioni të madh. Kryebashkiaku thotë se është rreth 500 metër që ka pësuar shkarje në këtë territor. Në fshatin Vajzë të Bashkisë së Selenicës, si pasojë rreshjeve të dendura, rruga u bë e pakalueshme për automjetet nga mbrëmja e kaluar dhe i gjatë gjithë kësaj të mërkure, por kryebashkiaku Bellaj konfirmoi paradite hapjen e saj brenda 2-3 orësh për trafikun për të shkuar deri në Sevaster. Ndërsa pronarët e banesave të dëmtuara thonë se shtëpitë e tyre janë të pabanueshme dhe nuk kanë mundur dot të marrin asnjë orendi. Sipas emergjencave civile në qarkun e Vlorës, problematika ka shfaqur edhe rruga Kardhiq-Delvin. Drejtuesit e mjeteve duhet të kenë kujdes të shtuar gjatë drejtimit të automjetit, të reduktojnë shpejtësinë për shkak të lagështisë në rrugë, të pajisen me goma dimërore dhe zinxhir, kur udhëtojnë për në zonat malore me prezencë dëbore.